Dhe në kohën thamë që do të drejtohen për me shku dhe me hy në Jeruzalem në Xhamin e Aksas, me shkatru dhe me batis atje gjithë shka, thuhet që i madhi Zot Gjelle Gjelar, si kur thamë, e ordroni Isai që dali për ati qyteti dhe vendi, dhe të strahohen në malin Tur, ose në kodrën e Turisinas. Atëhere këto krijesat pështira do të kujtojnë që nuk kanë ngel mon si përfaqen e tokës gjallëz, vetëm se e kanë shu. Dhe armët e tyre do të jenë kush, harqet dhe shtizat. Në kohën që do të kujtojnë të krijesat pështira dhe do të jenë numër i parë numërueshëm. Shumë do të sulmen dhe do të gjuajnë drejt qiellit me heshtat dhe harqet e tyre. Dhe do të thënë, për dërsa më poshtëm dhe zhdukëm gjithçka është në tokë, na mbetet tani që të mposhtim dhe të zhdukim gjithçka ndodhet në qiell. Dhe hedhin shtizat e harqeve për në qiell. Në shenjë sprove i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu u akthen ato shtiza në ngjyrë të kuqe me gjakatosura. Atëhere u shtohet bindja dhe thonë, zhdukëm dhe mposhtëm çka ishte në tokë, atëhere zhdukëm dhe mposhtëm çka që edhe në qiell. Në atë moment thamë, përgjigjet Allahu Gjelle Gjelali përgjigjet lutjes e Isait alayhi salatu selam, e cila bashkohet me kulmin e rebelimit dhe të mohimit të këtij soi njerëzor, fuqisë dhe pushtetit Allahu Gjelle Gjelalu, dhe i zhduk nga sipërfaqja e tokës një krijesë e vogël qesharake që në gjuhën popullore ne mund t'i thomi edhe tej. Pra ai krymbi që han drithin, kështu e kanë përshkruar lemot, ose flutur në fillim ashtu ja. Ky lloj neghaf e kanë quajtur në arabisht. Edhe kjo shprehje nuk është në arabisht, se nuk, pra është një krijesë e vogël në formë krymit vogël që do t'i kafshojnë zverkun e qafë, do këpusi, pra ua krijon zverkun e qafë nga brenda, do këpusi palcën, edhe të binë të vdekur në tokë gjithë.